Nesër me fillim në ora 16 në të gjitha terrenet e Ligës së Dytë të futbollit të Maqedonisë së Veriut do të zhvillohet java e 26 e sezonit 2025-2026. Lideri aktual në renditjen e tabelës Bregalnica është Nikoqirje e Sloga Vinicës, ku konsiderohet favorite absolute, ndërsa tre skuadra tjera pretendente për titullin kampion. Ohri është mysafire e Teteksit në Tetov, Skopje u thon në Resnjë për të përballur me Prespan, ndërsa ekipi i Shkëndijës së Araçinës është mysafire e Kozhuvit në Gjevgjeli. Pikërisht ndeshja në Gjevgjeli konsiderohet edhe derbi i kësaj jave, pasi skuadra vendase konsiderohet e paparashikueshme. Trajneri Berat Imeri për televizionin Koha thotë se fitoria në Gjevgjeli do të ishte shumë e rëndësishme për Haraçinasit. Do të ndeshja më e rëndësishme e kampionatit për ne duhet pikë e parë që duhet bëjmë sot edhe nëse ti rikuperojmë djemt që janë lodhur shumë këtë ndeshje shumë interesante dhe shumë intensive. Unë mendoj se djemt do japin maksimumin e dinë rëndësinë e ndeshjes dhe mendoj se ajo fitore e jona në Gjevgjeli do ishte shumë e rëndësishme. Në javën e 26 takohen Kozhufi, Shkëndija, Araçinës, Teteksi, Ohri, Prespa, Skopje, Bregalnica, Slogan, Novaci, Detonit, Plaçkovica, Pobeda Osogova, Vardari Bellasica dhe Kamenica Sasa, Golemo Konjare.